Prej kësaj të hënë, prindërit mund të aplikojnë për kalimin e fëmijës së tyre nga çerdhja në kopësht, një proces ky që do të zgjasë deri në 29 maj. Prindërit duhet të paraqiten pranë çerdhes që fëmia ka frekuentuar për të aplikuar për kopshtin që dëshirojnë ta regjistrojnë fëmijën e tyre sipas njësisë administrative. Të gjithë fëmijët që janë në shërbimin e çerdhes dhe që bëjnë 3 vjeç deri në 15 shtator, prindrit plotësojnë një formular ku shprehin dëshirën e tyre për një nga kopshtet e njësisë që ata janë banor. Dhe këtij formulari për prindrit që kanë ndryshuar vendbanim gjatë kësaj periudhe, i bashkangjitin dhe një certifikat familjare që fakton njësinë ku ata janë momentalisht. Për ata prindër që do të regjistrojnë fëmijët e tyre për herë të parë në çerdhe, aplikimet do të nisin nga data 25 maj. Për 3 javë rresht deri në datën 15 qershor, të gjithë prindrit që janë të interesuar për të marrë shërbim në çerdhet publike të Bashkisë së Tiranës, në çerdhen e njësisë së tyre ku janë të interesuar, paraqiten aty nga ora 9 deri në orën 2 me certifikatën e fëmijës, certifikat familjare dhe di vërtetimet përkatëse që janë të punësuar dhe bëjnë procedurën e aplikimit. Aplikimet për këtë vit do të bëhen fizikisht, pasi sipas drejtoreshës, aplikimi online rezultoi i vështirë për prindërit. Aplikimi u zhvillua edhe vitin e kaluar në platformë, por për shkak të problematikave të hasura që nuk u bëri të lehtë prindërve, këtë vit do aplikohet vetëm në një njësi, në mënyrë të tillë që çfarë çdimesh ka të përmirësohen për në vazhdimsi. Janë rreth 45 çerdhe të cilat ofrojnë shërbim në Bashkinë e Tiranës dhe numri i fëmijëve që largohen nga çerdhja në kopësht është 3100.